Ambasadori i Kosovës në Beograd, Jetish Jashari, më ka thënë që në vizit Mithati i ka tregu atij që gjatë marrjes në pyetje është keq trajtuar, pra është rrahur, ashtu më the ambasadori. Po nalëm te çështja po kthehemi te temat e fundit. Ka të bëjë me zhvillimet e fundit në Beograd, konkretisht me arrestimin e shushtarit të USHK-s, me krejt ato që ndodhin komfort të krejt veteranëve të luftës që po kalojnë në arena. Dje ke pas reagime, të më pas që ke qenë në telearti mbrëmje, çka po ndodhi me Mithat Lozhanin? Ai është në procedim penal, e ka një situatë shumë serioze. Ambasadori i Kosovës në Beograd, Jetish Jashari, më ka thënë që në vizit Mithati i ka tregu atij që gjatë marrjes në pyetje është keq trajtuar, pra është rrahur, ashtu më the ambasadori. Na kemi reagu, çka është më e keqja, jo veç që ka pas keq trajtim gjatë marrjes në pyetje, po dhe në dhomë i ka pas 3 persona që kanë sulmu, njëri ja ka marrë një dorën e majt, tjetri dorën e djathtë, i treti e ka ra, kur e bona në publike këtë punë. Se kjo është detyra burgosin tjerë? Burgosin një tjerë, po. Do thot aty ka disa lloj presione që i bëhen, tortura dhe psiqike, e kanë raun e bona publike, këta, ja kanë ru me një dhomën, tashmë nuk ka problem, po është problemi tjetër, i kanë tregu të burgosëve tjerë që është një person që po dyshot për krime lufta, ta pidhën krimin e lufta aty, se ti më burg ta krynë dënimin. Edhe sa herë del në jashtë, qohën 300-400-500 burgosur, shajnë, krijojnë skena, bërtasin, ajo është këtë një lloj dhune psikologjike. Mithati është si burr, është buri fort shumë, ai tash po përballon sa po mundet me përballu, po që kjo situatë me njëherë krijojnë një moment tjetër ndalje, më ndalen mu, edhe më thanë për ty duhet një verifikim shtesë, unë ish anker diplomatik, realisht. Ju ndalën me rana në qytet në Beograd? Jo, ndalën në kufi, në kufi edhe morën ata. Në thotë, këto e në ato standarde veprimet, e testojnë pak reagimin, nuk reagova kur gjomë, mas një kohë ma këtyn, unë prita dhe që kanë me marë në pyetje, po nuk morën në pyetje, po nuk kjo mi rëndësishëm unë e heq aty. Me rëndësi është që Kosovari nuk është heq i mbrojton, kërkon, jo veç në Serbi, po kërkon në Evropë. Nuk funksionon të na mirë as struktura shtetnore, edhe ideja e përfaqësuesit shtetit nuk është me qenë në shërbim qytetarit, po me akomodu vetën edhe bashkëpartia këtë vetë. Do thotë, të na ministrit ekzistojnë jo për qytetarin, po për bashkëpartia një tjetër me rahatu me marrë rroga dhe funksionon qashtu. Po të garantoj, momentalisht qysh është, heq mos me ekzistu një 80% të ministrive, ka me hes njësoj shteti. Do thot, na disa ministra dhe struktura i kemë ma shumë barë mjë dhonë roga, se që realisht i apin koordinata, apo i apin ekonomisë drejtem, apo sigurisë, apo shoshrisë në përgjithësi drejtem. Qërne, gjdo kritik që e ka pas me ven Albini, tash e peshkel. I kemë bo 20 ministri, Zvicra i ka 3-4 fish bugjetin matë madhë, me 8.8 milion banori ka veç 7 ministri. Gjermania i ka 17 ministri. Na i kem 20 mazise pse Kina. Koc, e tregove zgjedhjen e Mithatit. A mund të zgjidhet kjo çështje me çështën diplomatike? Ton kohën po angazhohesh në ndirimin e ushtarëve të USHK-s. Çka është të bë? A duhet se pam edhe pse kemi qenë qeverisë në detyrë, zoti Bislimi nuk kallzoi e pam që ken takim atje me Petkovicin. E lajmëroj Tanjugu tek nesër, kur murë vesh në Kosovë, e pranoj që është taku me Petkovicin. Bisedimet po vazhdojnë, edhe pse zoti Kurti ka deklaru që nuk takohet pa dërzuar Adyqishin, por bisedimet, Kosovë-Serbi po kalojnë. Çështja e arrestimit të ushtarëve të USHK-s. A është bë maksimumi, apo bëhet maksimumi?